Ka arritur në 38 numri të prekurve nga jethet e Nilit perëndimor. Autoritetet thonë se prej tyre 37 janë nga rajoni i Shkupit dhe vetëm një infektuar nga Velesi. Të gjithë mbahen në klinikën infektive në Shkup, 2 prej të cilëve trajtohen si raste të dyshimta, ndërsa 36 pacientë të tjerë të formave neuroinvazive. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski tha se prej tyre 28 janë meshkuj dhe vetëm 10 janë femra, por java e fundit ka qenë fatale për 3 pacientë, duke e quar në 4 numrin e të vdekurve nga jethet e Nilit perëndimor. Само во последната недела, значи меѓу двата пресека кои ги издава Институтот за јавно здравје во нивните неделни извештаи за Западно-Нилската треска, имаме 12 нови случаи и во овој период се случија 3 нови смртни случаи. Од нервно-инвазивните форми, бидејќи нервно-инвазивните форми се 1% од вкупниот број. Значи, ние ако говориме за 38 случаи, помножите пута 100 колку се најверојатно заразени, меѓутоа 80% се без било каква манифестација и последица. Pas shpalljes së epidemisë së ethëve të Nilit perëndimor në komunat Kiselavod, Gazibaba, Aerodrom dhe Butel, po merren masa për kontrollin e mushkonjave. Ministri Klekovski tha se vazhdojnë aktivitetet e intensifikuara për të mbrojtur popullatën në komunat e prekura nga prania e shtuar e infeksioneve. Ai tha se janë bërë dezinsektime ajrore dhe toksore për komunat më të prekura si Gazibaba, Kiselavoda në vendbanimin Draçev, Haraqina, Zelenikova, Ilindeni, Petroveci, Sopishja, Çuçer, Sandeva dhe Velesi. Општината Илинден е една од најревносните и е за пофалба во однос на преземените мерки за прскање. Значи има 3 земени прскања за ларви, 3 за возрастни коморци, сепак има 3 случаи на Западно-Нилска треска, студеничани кои нема преземено ни една дополнителна мерка надвор од прскањето од град Скопје. Има помалку случаи од Илинден. Me qëllim që qytetarët nga zonat e prekura të marrin këshilla në kohë për mbrojtjen personale nga piskimet e mushkonjave, është duke u zhvilluar dhe një fushat masive me SMS porosi për të informuar popullsinë. Fushata përfshin dërgimin e një totali prej 38.500 mesazheve të qytetarëve në komunat e prekura. Autoritetet bëjnë thirrje që të largohen ujërat e ndenjura nga obori dhe të pastrohen rregullisht ullukët dhe të vendosen rjeta mbrojtëse në dritare dhe dyer. Të shmanget qëndrimi jashtë në agim dhe në musk, kur mushkonjat janë më aktive, të vishen rroba dhe pantallona me mëngë të gjata dhe të përdoren repelentët.